Mirë, shikues të nderuar, jemi rikthyer tashmë në pjesën e dytë, ku në këtë pjesë të dytë për të folur mbi protestat në vendin tonë dhe Zvërnecin, i cili sigurisht ashtu si dim ka prodhuar reagime të forta për plasje në terren dhe një debat të madh sigurisht për të ardhmen e Bregdetit. Megjithatë, për masat e reagimit lënë të kuptohet se kjo nuk është më tashmë thjesht një çështje mjedisore. Kam të ftuar në këtë pjesë të dytë Klodin Lekën, i cili do na japë më shumë informacione rreth protestave që po zhvillohen tashmë në Tiranë. Klodi, përshëndes. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Klodi, atëherë besoj se ti ke qenë pjesë e këtyre protestave që janë zhvilluar gjatë ditëve të fundit. Si i ke parë dhe ndërkaq si e sheh edhe çështjen e Zvërnecit? Unë për mua si aktivist, unë kam mbi 1 dekadë që janë në rrugë, qoftë për si aktivist, domethënë i lëvizjeve studentore, pastaj edhe si aktivist i lëvizjes bashk. Kjo është protesta e 4 popullore në cilën kam pasur fatin të jem pjesë. E para ka qenë protesta kundër armëve kimike, pastaj protesta e studentëve në vitin 2018, protesta kundër rritjes së çmimeve, nëse ju kujtohet, dhe kjo është protesta e 4 popullore dhe mund të them se është protesta më e jashtëzakonshme nga të gjitha. Unë mbrëm deri në orën 11 kam qenë me protestues në rrugë, edhe është fantastike të shoh se si rreth 5.000 të rinj nuk donin që të shpërndanin, të iknin nëpër shtëpiat e tyre, por donin të vazhdonin, po t'ju jepej mundësia deri në mëngjes, duke përtidhur, duke broritur nëpër rrugët e qytetit, kundër qeverisë, kundër establishmentit, kundër oligarkisë. Kaosi nuk ka qenë kurrë më kreativ, i nati dhe këmbgulja kur më e thellë, entuziazmi kur më i madh, duket sigur është një situatë fantastike ose e magjishme, duke pas parasysh gjithë demoralizimin dhe pesimizmin që po na karakterizonte dhe po na mbys të gjithëve para kësaj proteste. Për 9 ditë gjithë kanë shpresuar që nga pushteti, që nga analistët e përnatshëm të pushtetit, edhe vetë nga opozita kanë shpresuar që kjo protestë njerëzit do të lodhen, do të zvoglohet nga dita në ditë, por ne po shohim që nga dita në ditë njerëzit vetëm saposhtohen. Dje mund të kenë qenë 40 ose 50.000 njerëz duke marshuar nëpër rrugët e Tiranës, aq sa arritën që ta rrethonin gjithë perimetrin e sheshit. Shohim pjesëmarrja, shumica dorëmuese prej tyre janë trinj, ke familjarë që vinë me fëmijët e tyre, njerëz të gjitha kategorive, ekologjista, artist, intelektual, njerëz që vinë të punëtor, fermer. Në kuptimin kjo është një nga ngjarjet më të forta edhe më të bukura mendoj në këto 30 vite demokraci, 35 vite pluralizëm. Dhe shpresoj që të vazhdoj, po kështu të mbetet një protestë qytetare edhe popullore me kërkesa të qarta. Janë aty 4-5 pika, që nga anullimi i ligjit për zonat e mbrojtura, që nga anullimi i projektit në Zvërnec, anullimi i ligjit për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore dhe mbi të gjitha dorëheqja e qeverisë, sepse kjo qeveri nuk ka më legitimitet të vazhdoj. Dikush dëgjova kryeministrin Rama që thonë si mund të më kërkosh mua edhe dorëheqjen, kërkosh edhe anullimin e ligjit edhe të projektit. Sipas tij kjo ka një hierarki kërkesash, por unë mendoj se nëse kërkon dorëheqjen e Ramës, bie edhe projekti, nëse kërkon rënien e projektit, automatikisht bie edhe Edi Rama. Pra është dialektike dhe nuk është në kundërshtim me njëra tjetrën. Në fakt, Klodi, ndërsa vetë kryeministri këmbgul se ky projekt sipas tij do të sjellë një epokë të re ekonomike, rezistenca qytetare sigurisht në terren mbetet e palëkundur pra në ditën e 9 të këtyre protestave. Dhe pyetja ime është, nëse ky investim sipas kryeministrit është kaq i favorshëm për vetë Shqipërinë, pse qeveria ka dështuar t'i bindë qytetarët shqiptarë dhe pse ata besojnë se po humbin një pasuri të pazëvendësueshme sipas tij? Sepse projekti i Ramës, si gjithë projekti që ai ka ndërtuar këto 10 vitet e fundit, ka rezultuar të jetë një fiasko, ka rezultuar të jetë një falimentim. Rama ka 10 vite që thotë që përmes turizmit dhe përmes modelit të tij qeveritar do të sjellë pasuri, do të sjellë begati, ndërkohë që po shohim se vetëm sa është rrit pabarazia, janë rrit kostot e jetesës, është rrit përjashtimi i qytetarëve nga zonat në cilat ata deri para pak vitesh kanë pas akses
sukses dhe nuk kanë pas mundësi ose nuk kanë pas pse të paguajnë për to. Dhe njerëzit po e përjetojnë sikur përmes këtyre projekteve, përmes qeverisë Ramës po humbasin atë dheun e tyre. Mendoj se një nga arsyet pse njerëzit sot po dalin në rrugë është ky frustrimi nga pabarazia. Po jetoj një qytet për plot me kulla, edhe Rama thonë se kulla është simboli i zhvillimit, ndërkohë kemi gjysmën e popullatës, një dhe tyre që jetojnë akoma në kuzhinë dhe në parafabrikate. Na thuhet se modeli Edi Ramës është një model i zhvillimit ekonomik, por po shohim se si Shqipëria dhe Tirana mbi gjitha është kthyer një lavatriçe të pastrimit parave të pista, ndërkohë shumica dorëmuese e njerëzve mezi mbijeton deri në fund muajit, ndërsa fëmijët e këtyre punëtorëve nuk kanë lek për me hongër i byrek tek shkolla. Na thonë kemi një qeveri edhe një shtet ku nga kryetari i bashkisë, tek deputeti, tek ministri, tek kryeministri mburren për mrekullitë natyrore. Nga maji deri në tetor e shohim shtetin kthehet një agjenci turistike që promovon bukuritë tona natyrore. Ndërkohë, një qytetar shqiptar shkon mesatarisht vetëm 3 ditë në vit në plazh. Ne jemi një popull i cili për shembull, me të marrë një statistikë tjetër, ka 8 herë më pak peshk se çdo popull tjetër që është afër detit. Pra po shohim se gjithë modeli turistik, qytetar, ekonomik i Edi Ramës i ka përjashtuar qytetarët edhe i ka bërë ndjen sikur vendi i tyre, jeta e tyre po i rrshket nga duart. Për në vizionin e Shqipërisë së Edi Ramës, për qytetarin vendas duhet sikur nuk ka vend as si shërbetor, as si skllav, sepse edhe shërbetorët po i importojnë nga fundi i dynjas, duke i fut në për garsoniere nga 20-30 veta, duke i keq shpagu, edhe nga gjithë ky model zhvillimor qytetari shqiptar jo vetëm që nuk po fiton asgjë, nuk po fiton punësim, nuk po fiton rritje ekonomike, nuk po fiton rritje të konsumit, por po humbet edhe ato mrekulli natyrore, cilat deri dje i përkisnin atij. Pra nuk mund të shkojmë më në plazh. Pse poezia e famshme Fanolit, pranë dedit i palar, pranë dijes i papar, në kuptimin qytetarët ndjenë sikur po e humbasin lidhjen me vendin e tyre. Pastaj ishte edhe dhuna që ndodhi në Zvërnec. Shteti ndeti, unë kam qenë vetë në Zvërnec atë ditë, edhe ishte gjëja më groteske që kam pa ndonjëherë në jetën time, është që policia e shtetit nuk lëvizte as gishin më të vogël për të reaguar përballë disa gangsterëve që nuk i njihte askush, të armatosur, që kishin ardhur nga Tirana, që morin pengë dhe rani qytetar. Pra sot jemi në pikën ku një oligark, edhe kjo është sipas gjitha teoricienëve, kjo është paradhoma drejt fashizmit, drejt diktaturave, ku oligarkët tashmë s'kanë më nevojë, njerëzit e pasur për me pas në kontroll policinë e shtetit, paguajnë të fortët e tyre, të cilët shdëpin dajak nëse ti ngres zorin kundër projekteve ndërtimore të tyre. Dhe policia e shtetit thjesht po rrinte, kishte shefa, kishte civila, kishte skafandra, kishte policë zakonshëm, policë shqiponja, kishte 5 lloje policisë së shtetit aty që po bodin se hir, ndërkohë që i qytetar i zakonshëm që kërkonte pronën e tij, po shdopin tru në sytë e gjithë shqiptarëve. Modeli Edi Ramës tashmë është një model i falimentuar. Është shumë interesante në 5 vitet e fundit me rritjen e turizmit ka ra bujësia. Me rritjen e turizmit ka rënë industria ushqimore. Shpërlarja e parave të pista po shkatron industrinë tekstile, po shkatron eksportet, rënja e eksporteve shkatron prodhimin, rënja e prodhimit shkatron punësimin. Për çdo tufë me para të pista që futet dhe shpërlahet në Shqipëri, një grua që punon në një fasoneri në Shkodër humbet vendin e punës, një bujk falimenton, një dyqanxhi i vogël ul çepenin. Pra modeli i turizmit edhe i Shqipërisë turistike i Edi Ramës është një model të pastrimit parave të pista, të shkatërimit të mjedisit, të shkatërimit të resurseve, të shpronësimit qytetarëve me dhunë, të arbitraritetit, mungesës ligjshmërisë, të bërjes së ligjit nga më të fortit në rrugë, dhe ky duket sigurisht më shumë një farë apokalipsi,
ku nuk përfiton askush përveç një grushti të vogël njerëzish. Dhe ka dhe arsye tjera mendoj pse njerëzit janë shumë të frustruar. Është çështja e fundit e Akshit edhe e Belinda Ballukut. Nëse gjitha rastet e tjera me personazhet e tjerë të korruptuar qeverisë Rama është distancuar, me Belinda Ballukun dolim pa arroganca edhe ringritja dhe rimëkombja e kultit të pandushkueshmërisë. Nuk mund vjedhësh ti 100 miliona euro dhe dalësh jo vetëm që të mos japësh përgjegjësi para ligjit, por edhe të bësh karshillok nëpër media, edhe të sillesh si një zonjë rënde edhe të trashësh gjuhën kundrejt qytetarëve shqiptar. Shqiptarët nuk ja falin askujt karshillokun, mendoj unë, me sa arriti njoh bashkëqytetarët e mi. Arsyet janë jashtëzakonisht të shumta, por sigurisht se kam pa edhe tentativa për ta zvogëluar, sigurisht që ka ndjeshmëri ekologjike. Gjeneratat e reja po rriten një qytet të përmbytur me beton, ku nuk merr dot frym, ku s'ka më as lulishte, ku s'ka më absolutisht as edhe një lloj parku, e ka një farë ndjeshmërie ekologjike edhe ambientaliste. Jo vetëm si kauz kështu universalizëm abstrakt, si kauz me cilën ata e ndjekin për shef, po është si domosdoshmëri për me pas jetë cilësore edhe të shëndetshme. Sot në Tiranë ka ngel vetëm parku i Liçenit, një vend ku mund të shkosh. Po të shkosh ke parku duhet më shumë si pazar, se sa i park, si një lulishte. Mirë, atëherë, Klodi, në fakt, kur nisi dhe dita e parë protestës dhe ajo që ndodhi në Zvërnec, pati një përplasje mes kryeministrit të Shqipërisë Edi Ramës, por edhe Greqisë, dhe më pas nga vetë kryeministri Edi Rama u tha se në këtë protesta po ndërhyn edhe Irani. Si ke parë të gjithë të kontradita që kanë ndodhur nga kryeministri? Kjo është gjëja më e neveritshme edhe ndjes për fjalorin, sepse një kryeministri nuk i lejohet që të përmend edhe ta shfrenoj gjuhën në këtë mënyrë, t'i quajë bashkëqytetarët e tij agjenti i Iranit, agent grekut, spion serbit. Mjafton thjesht dalësh në bulevard dhe të shohësh se bulevardi është përplot me të rinj, domethënë edhe të reja, të cilat nuk kanë lidhje, nuk kanë qenë besoj kurrë as në Iran, as në Serbi, edhe dyshoj nëse kanë qenë ka pas edhe i nënkuptim të poshtër, sepse aty afër mund të ketë minoritet ose i pakic minoritare greke dhe qeveria e cila shet territore, fal territore për amnisti personale, jetë shkurtra dhe të paqëndrueshme, se në fund ditës Donald Trumpi në Amerikë edhe 2 vite do jetë president, dhe nuk e dim se sa mund ta blej lirinë e tij vetjake Edi Rama. Madje as 2 vite nuk mund ta themi, sepse në nëntor janë zgjedhjet për kongresin, ai mund ta humbas edhe kongresin, edhe kompetencat dhe fuqitë e tij të kufizohen ndjeshëm. Prandaj to kanë qenë super problematike, kam pa edhe eksponent tjerë të Partisë Socialiste që nga Ardit Bidos, desha mi thonë zoti Bido, po këta nuk meritojnë as zoti, as domethënë për vendimin tim janë fundi i kavallit, domethënë fundi i dynjas, ta ulan ballën edhe tjerë që shfrenohen me gjuhë shumë të rrezikshme. Pse të rrezikshme? Sepse këto janë gjuhë që thrasin për dhunë. Momentin kur ti e quan dikë që protestoni qytetar të zakonshëm, agent, tradhtar, më thejt thash, kjo është i thirrje për dhunë. Dhe në fakt agenti dhe tradhtari është ai që po shet territorit e Shqipërisë, jo qytetari i zakonshëm që merr i flamur dhe del në protestë. Po këta janë edhe kozmopolit që shahin njerëzit kur ju konvenoni, quajnë padijshëm, ignorant, nuk e kuptoni dot ju vizionin ton, edhe bëhen nacionalista kur ju konvenon, edhe këtej bëjnë tregti me territoret, edhe andej domethënë bëjnë alianca me Vučićin edhe lloj satrapit mundshëm edhe autokrati ballkanik. Unë nuk i kuptoj, këta janë një klikë degeneruar që s'kan as koherencë, as ndërshmëri, as perspektivë, edhe njerëzit e kanë kuptuar këtë, domethënë këta nuk mund ta çojnë askund tjetër përveç se në humner. Është i klik, establishmenti i cilës sot është 90% e cilëve, e njerëzve me cilët Edi Rama ka në pushtet në 2013 sot është mburë, ose është akuzuar në prag burgut për korrupsion.
qytetarët e kanë kuptu këtë, këta s'mundën se çfarë të na japin më, përveç se shpifjes, përveç se korrupsionit, edhe përveç se shfaqjeve të turpshme, siç janë edhe shfaqjet e Edi Ramës, i cili duket sigur është shfazuar mendërisht dhe nuk e ka më idenë se çfarë thotë. Po të dëgjosh, për shembull, mitingun e tij, po bën edhe antimitingje, që s'ka, do të thonë, as në 91-shin, 92-shin nuk janë bë kur ka ndrruar regjim që kishte 40 vjet, 45 vjet në pushtet, nuk janë bë antimitingje të këtij lloji, dhe gjua e tij në Elbasan më duk e rrezikshme, më duk e çuditshme, seksiste, se si po intimidonte vajzat edhe gratë e këtij vendi që dalin në protest, mënyra si u drejtohet qytetarëve, ai është tipik një uzurpator i cili ka lyp mendsh. Kuptimin që nuk ka absolutisht asnjë lloj lidhje me protokollin, me etikën, me përgjegjësinë, madje edhe i thirrje tjetër e rrezikshme e Edi Ramës, më duk edhe kjo që ju jeni përballë 800.000 votave tona. Kjo është një thirrje, më në kuptim kjo është një thirrje e tërthort për luftë civile. Në kuptimin që ju jeni sa doni në rrugë, unë kam 800.000 vota, po e para, askush nuk i ka dhënë ty ato 800.000 vota për me shit Zvërnecin. E dyta, ne gjysmë atyre 800.000 vota janë marrë përmes kërcënimit, e tha edhe raporti i OSBE-s përmes shfrytëzimit maksimum të administratës, parave, lidhjeve me bandat. E treta, kush do nga këto 800.000 vota do të dalë që të përplaset edhe të konfliktohet me bashkëqytetarët e vet për me mbrojtje Edi Ramës. Po ta dëgjosh edhe gjua e Edi Ramës është një gjuhë prej kamikazi. Ju thot njerëzve aty që rrugën do ta çojmë bashkë deri në fund. Pra do të përfshi në anijen e tij që po mbytet, ai do të përfshi sa më shumë njerëz, do të fshihet pas njerëzve, pavarësisht se kur e ka bë poshtërsinë, nuk i ka marrë fare në konsiderat njerëzit dhe interesat e tyre. Ndërsa tani thotë se ne jemi gjithë bashkë. Jo, nuk janë gjithë bashkë. Ky është pazari individual i Edi Ramës për amnistinë e tij personale politike, për me ndërtu i lidhje, i kanal komunikimi të paqëndrueshëm, afatshkurtër, geopolitik me presidencën në SBA. Por unë mendoj se edhe kjo që po ndodh në rrafshin ndërkombëtar që është problematizuar shumë si çështje, mendoj se nuk do t'i falet as nga vetë ata të cilëve Edi Rama do t'i bëj miq, nuk do t'ja falin faktin pse ka kriju kaq shumë zhurmë ndërkombëtarisht. Sepse Rama ka menduar që do ta kryej marrëveshjen shpejt e shpejt, do ankohen dy ambientalistë dhe nuk do të ketë një përmasë kaq të madhe. Ndërkohë ai ka një javë që i ka nxjerr bojën jo vetëm vetes, po i ka nxjerr bojën dhe po diskrediton edhe familjen e Trumpit, edhe njerëzit e tjerë. Në këtë kuptim, po ta shohësh në gjitha gjasat e Edi Rama është i marrë fund, nuk ka më legjitimitet, nuk ka më se çfarë të thotë. Ai nuk ka më, për shembull, ai nuk ka më as i punë, as i reformë përmes cilës mund të mburri. Nëse e kujtoni, ka pas bashkëqeverisjen, rilinjen urbane, bujqësinë. Edi Ramës i kanë rënë gjitha reformat e mëdha, i kanë rënë gjitha pikat, i ka rënë gjithë retorika, dhe ai i ka mbet vetëm Bashkimi Evropian. Na flet për Bashkimin Evropian, duke na trajtuar edhe si budallë, ja thuste ne jemi i ishulli izoluar, edhe Bashkimi Evropian është parajsa mbi tokë, ai Edeni ku gjithë do të kthehemi një ditë. Në këtë kuptim, ai po e mban pushtetin përmes forcës, përmes frikës, përmes propagandës, antimitingjeve, ndërkohë gjitha format e tjera të legitimitetit demokratik i kanë rënë. E qartë. Mirë, Klodi, kemi arritur në fund, falenderoj për çdo informacion, ishte tepër kënaqësi. Faleminderit shumë. Mirë, shikues nderuar, kemi arritur në fund të këtij programi dhe për ditën e sotme, ku në pjesën e parë u ndalëm tek ajo çka po ndodh tashmë në lindjen e mesme dhe përplasjen mes presidentit të SBA-s Donald Trump dhe kryeministrit të Izraelit Benjamin Netanyahu, dhe në pjesën e dytë u ndalëm tek ajo çka po ndodh tashmë për Zvërnecin, por edhe protestat në vendin tonë. Në sotme, pashtu që jemi sërish nesër deri atëherë më parë.